Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të finales së 7 të konkurrencës së femrave. Pas pjesës së parë për shohim dominimin absolut të Bashkimit ku ka rësimi 18 pikëve. Alexis Mead edhe sonte motori i skuadrës me 17 pikë, 5 asistime, 4 kërcime, e në krapë i qëndron edhe Saranda Daci me 11 pikë. Pa asnjë dyshim, çeliku i dytë ishte vendimtari, aty ku Bashkimi e ndali edhe në mbrojtje të mirë skuadrën e 5-0-3 në vetëm 7 pikë dhe tashmë 20 minuta do t'jenë deri në fund. A do t'ket forcë, PA 0-3 të rikthehet. Që po luajnë tashmë me aksionin e parë, Collin. Presioni vazhdon në mbrojtje, sa bukur ai top. Tek Paige Powell. Titi bë këto gjëra. Legjenda e basketbollit femror, Arnore Përquku. Asistoi perfekt për Paige Powell për 26 me 42. Alexis Mead. Ka presionin e Collin. Mead. Qenë Muhadri në sekundat e fundit. Muhadri quan nuk qëlloj. Përfundojnë sekundat pasi nuk arriti të prek harkun ajo gjuajtje. Përquku. Tante Kiki Jefferson tenton me njerë për treshe e pa fat. Hyri e doli, good ball dhe vazhdon aksionin. Bie nga mbrojtja, tashmë Wagner, teksa Alexis Mead shkaktoi faul ndaj Ariel Collin. Po e kërkon përgjigjen tashmë skuadra e 5-0-3 në start të pjesës së dytë. Jefferson tek good ball. Përquku do tenton për treshe, blokohet në gjuajtjen për 3 pikë Arnore Përquku. Alexis Mead. Mead. Vendomen tek Wagner e cila ndalet me faul nga Ariel Collin, që ngarkohet tashmë me personalen e saj. Apo, jo, po, është personalja e tretë, pasi shmëqëllon Wagner nga vija i quajtjes së lidh. E saktë edhe në të dytën. 26-24. Good ball. Powell. Përquku. Adi faul në nkosh nga Muhadri në duelin me Paige Powell. Personalja e dytë, Uljona Muhadrit. Përquku. Jefferson. Jefferson e gjenë Adrian Goodbolden. Powell, Përquku, gjuan për trishe, nuk shkojnë gjuajtja. Topi në duart e Nicole. Alexis Mead. Vazhdon të ketë pra Ariel Collin. Madri. Tek Alexis Mead ato, do gjuan për trishe, e shkurtën vete gjuajtja e pa, edhe vetë që nuk do të shkon kjo gjuajtje. Unis tash pëtan ato, me që datë nuk arritja Alexis Mead, 17 pikë, 6 asistime, 4 kërcime sonte. Alexis Mead. Përquku këthen dumin të Kiki Jefferson. Paige Powell, Adrian Goodbold. Jefferson. Adrian Goodbold realizon për 3 pikë. Vjen treshja e kërkuar nga skuadra e 5-0-3 që po e kërkon rikthimin në rezultat. Mead tek Wagner. Nicole. Wagner do gjuan nga gjysmë distanca, nuk shkojnë gjuajtja.
Ariel Cullen e ka topin, nisët për para. E topi brava tek për Quku. E gjen Ariel Cullen. Nuk shkon gjuajtja, Powell e ka marrë topin, realizon në kosh. Me një reagon. Vladan Radovic me time-out të kërkuar. Tashmë më mirë po e kontrollojnë startin e pjesë së dytë vashat e PS03 që janë afruar në rezultat 31-24. Rikthehemi pas këtij time-outi. Rikthejnë lojtarët në fushë teksa po e shohim presionin në mbrojtje të skuadrës PS03. Alexis Mead. E ka presionin Ariel Cullen, Mead. Kanë tek Daci topin, gjuan për treshe. Shkon gjuajtja, luftë për atë top, të cilin e merr Dontavia Wegener në mesin e dy lojtarëve, ka bën në hapa. Dontavia Wegener nuk tregohet e vëmendshme. Vjen edhe për kraja e publikut. Quku e kthen në top deri tek Ariel Cullen. Wegener devjan topin. Quku tek futbol Jefferson. Gjen ndërtimin, por mbetet të shkurtër gjuajtja. Daci nisët përpara Saranda Daci, që do të shkon vet deri në fund. Saranda Daci sonte motivuar me pikën e saj të 13 për 31-26 për Quku. Goodbold e kthen tek Powell. Gjysmë distanca realizon Paige Powell. Përgjigjet në anën tjetër. Alexis Mead. Mead lufton për ato, vazhdon të mban. Nicole ka gjetur depërtimin dhe pikët Destiny Nicole. Pika e 6 të saj, 33-28. Powell edhe njerë nga gjysmë distanca, vrastare është nga këto pozita Paige Powell. Alexis Mead në anën tjetër blokohet kësaj radhe në mesin e tre lojtareve, nuk arrin të realizon. Për Quku niset për para. Powell edhe një herë sakt. Paige Powell shpërthen me 6 pikët e saj për 37-28. Topi në duart e Alexis Mead. E gjen Dacin. Saranda Daci ndalet. Edhe njerë Alexis Mead, bukur tek Nicole. Nuk qëlloj, por do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Ndalet me faul Destiny Nicole. Ka parë që do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Edhe njerë, shohim momentin bukur Alexis Mead arriti të gjen Nicole aty.
Qetë Nikol qëllon në tentimin e saj të parë, pika e 7. Edhe Fatmir Bashin, se dhe Valdes Fahin aty, pranë vashave të tyre. Goodbold, faul i Dacit, e kërkoj kontaktin në Adrian Goodbold, personalja e tretë e Saranda Dacit. Ullet për Quku për pushuar, Collin është në loj. Qëllon Adrian Goodbold në tendimin e parë. Pika e saj e 8 kërcime, edhe sonte mjaft luftarake. 9 pikë të Kiki Jeffersonit dhe 15 të Paige Powell. Edhe njëre sa, Adrian Goodbold. Muadri Duvin tek Daci, nuk e lejon atë pasim për Wegener, Saranda Daci. Në fakt Adrian Goodbold, simin e Saranda Daci dhe blokoj, që të vazhdojnë takon skuadrës së Bashkimit. Alexis Mead, Muadri e gjen Dacin, tenton për treshe, realizon Saranda Daci në flak, sonte 16 pik, treshja e saj e 4. Çfarë shpërthimi i Dacit në ndeshjen e natës së sotme, vjen të përtimi në anën tjetër. Ariel Collin përgjigjet, 41-52, 3 minuta e gjysmë, deri në përfundim të çerekut të tretë. Mbrojtje mire Adrian Goodbold që niset për para. Dhem tek Powell, e ka Collin në anën tjetër. Ndaljet të Ariel Collin. E ka këthyrë topin të Kiki Jefferson. Jefferson, e gjysmë distanca vjen quajtja dhe pikët. E Kiki Jefferson shkrihet në 43 me 52 rezultati, 3 minuta dhe fundit të çerekut të tretë. Alexis Mead ndaljet dhe shikon prapa tek trajneri i saj. Alexis Mead do të ndaljet vetë për tentuar dhe realizuar. Del në skenë pas një kohë të gjatë Alexis Mead. Pikë të para të saj në pjesën e dytë. Ariel Collin ka presionin, Collin, mbrojtje e mire e Muadrit, ndalë gjithçka kapitenja, nisët për para, Dontevia Wegener, që ndaljet me faul. Insistojnë banka e skuadrës së Bashkimit që pati faul jo sportiv, dërsa janë duke diskutuar gjyqtarët. Edhe njerë do të shohim ne këto debërtimin e Dontevia Wegener. Shohim Paige Powell se si e shkaktoi faulin. Do të e rishikojnë gjyqtarët, mjaft e ashpër kjo ndërhyrje. E lusim regjin që ta kemi edhe njëherë në dalje. Definitivisht një ndërhyrje mjaft e ashpër, ajo e Paige Powell tek Dontevia Wegener. Duhet të kenë kujdes lojtarët pasi mund të vinë lëndime. Nuk qëllon në timin e parë Wegener. 7 pikë të saj sonte, 5 kërcime. E në plan parë Mamet Taci. I tensionuar sonte, ashtu si që ka qenë në çdo ndeshje, e kemi parë super energjik trajnerin Mujo Thaci.
E thash në fillim të ndihshë, si ka dhënë energji skuadrës së tij. Dacit. Saranda Daci. I ruhet vet, arrin Gjuan herë bollën sajtë, por në duart e Kiki Jefferson që nisë përpara. Position mbrojtje ka Dontaria Wegener. Adrian, good goal, nuk qëlloj Daci aty. Kthehet topi tek Alexis Mead. Mead, mes në dy lojtarëve, bën slalom. Arrin shkon deri në fund, jo dhe të qëllon. Good goal të ndalet me faul nga Dontaria Wegener. Njerë shumë personale në Wegener ndaj Adrian Goodbull. Është personalja e dytë e Wegener sonte. Quku. Tentupin brapa. Cullen, Powell. Abnore për Quku. Goodbull. Faul i Wegener. Edhe një herë dy faulat shpejt të Dontaria Wegener. Pikët para prake të Alexis Mead. Pikët e vetme që i ka qëlluar në pjesën e dytë, 17 pikë në pjesën e parë. Ndërsa 19 në tërësi nga Alexis Mead. Ullet për të pushuar Dontaria Wegener pas dy faullave të shpejt, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të qerekut të tretë, që po flet në të mirë të skuadrës së PZ03. 20-13 në këtë qerek qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë Adrian Goodbull. Edhe kësaj radhe nuk ka bën sonte në disponim të mirë nga të lirat. 4-4 Adrian Goodbull. Edhe një shkrihet në 10 avantazhi. Daci. Cole do tenton për trishe, nuk shkon gjuajtja. Tashmë mund të shkrihet edhe më tepër ebërsia e bashkimit kur po i afrohemi fundit të qerekut të tretë. Për të parë një qerek të 4 dramatik. Do të shohim ma do të shkon Powell Radisson dalet edhe me faul. E tash po ecin gjërat mirë për skuadrën e PZ03. Faulli i 4 i Saranda Dacit. Ky është një problem i madh për bashkimin dhe një momentum i mirë i PZ03. Ullet Daci, kthehet në lojë Wegener, Paige Powell e ka edhe një gjuajtje të lirë. Shohim statistikat fenomenale edhe sonte. Paige Powell nuk qëlloi nga vija e gjuajtjes së lirë. Alitaj, Muhadri, Nicole, Alexis Mead. Mead. Tek Wegener është e dyvishuar, kthehet topi tek Alexis Mead, e cila qëllon. 27-57, 36 sekunda deri në përfundim të qerekut të tretë. Ariel Cullen ngalet me faul. Është Alita që ka shkaktuar personale. Apo jo, do ta shohim. Është personalja po e dyta e Djedona Alita e këtij. Nuk qëllon në sentimin e parë Ariel Cullen. Sonte është ndalur në vetëm 5 pikë. 4 kërcime, 3 asistime. Ndërsa deri më tash po mungon edhe kontributi armore për Qukut. Edhe pse i ka 4 asistime, nuk ka qëlluar asnjëherë për Quku. Cullen qëllon në vendimin e saj të dytë. Gati faul. Personalja e Etna Recepit.
Ky është momenti personales së Recepit. E vjedhin topin Pejanet, të vëmendshme në këtë qaste, teksa faul shkakton edhe Djedona Alitaj. Personalja e tretë e saj. Dy të lira për Etna Recepin. Qëllon në tentimin e parë Recepit, teksa Shala përgatitet të futet në lojë 21 sekonda deri në fund. Qereku të tretë të kësaj përballjeje. Është saktë në të dytën. As Kiki Jefferson nuk qëllon, teksa pati faul ndaj Muadrit. Është futboll ajo e cila ka shkaktuar personale. Shohim Kiki Jefferson që tentoj, nuk arriti të qëllon, teksa e mori ato Muadri. Gjithsesi kjo është vetëm personalja e parë e Action Football. Sonte perfekte definitivisht, ndër më të mirat, më të koncentruarat në fush. Qëllon kapitenja e Bashkimit nga vija e quajtjes së lirë, në tentimin e parë, pika e 6 e saj. Sakte edhe në të dytën, nuk i dridhe dora Aulona Muadrit. Erik thene përsi mbrej 10 pikve, 29 me 59 për Quku. Daljet me faul nga Muadri. Edhe njëre shohim depërtimin hapnore për Qukut. Nërsa kjo ishte personalja e Muadrit, e treta edhe për të. Tashmë 3 Muadri, 3 Wegener, 4 Daci. Këto janë probleme për 10 minutat e fundit për Bashkimin. Teksa hapnore për Quku qëllon. Pika e saj e parë sonte. Edhe njëre sakt. Pikë 3 sekunda. Wegener që aty kanë të këtëve në loj. Nikol. Pestën i Nikol. Wegener kërkan kontaktin, por nuk ka pikë. Hapet plotësisht kjo ndeshje pas 30 minutave. Vjen përgjigja e Pejës 0-3 në qerekun e tretë, 27-17. Plot 27 pikë të pranuara nga Bashkimi, ndërsa mund të jetë problem për Prizrenaset edhe fakti që janë ngarkuar me personale lojtaret kryesore. 10 minuta dram do t'jenë. E 10 minutë që i fundit do të i shpall kampionet më të reja të Kosovës. Bashkimi për herë të katërt, apo Peja 0-3 për herë të parë në histori. Rikthehemi pas pak.
Gjithçka gati për startuar edhe 10 minutat vendimtare. Finale 7 dhe 10 minutë që i fundit do t'i vendos kampionet e këtij edicioni. Dy skuadra që dhuruan spektakël, luftë, energji, dhanë zemrën në parket. Kush do shpallen kampione? Topi në duart e Alexis Mead. Nicole Mead. Alexis Mead. Në ndumën të Galitaj. Wagner ngalet me faul personale e Paige Powell. Në anën tjetër, edhe meshkujt e ekipit të skuadrës së Bashkimit sonte janë duke zhvilluar pra të nderuar shikues ndeshjen e parë gjysmë finale e për ta nuk po ecin gjërat mirë pasi Bora e ka rëmbyer avantazhin në Sezai Suroj në Prizren. 48-57 në të mirë të ekipit Prishtinas, që po e tregon që jo rastisht është në gjysmë finale. Një nga skuadrat më simpatike të këtij edicioni të Progredit Superligës Bora. Tashmë në avantazh ndaj Bashkimit në Sezai Suroj në Prizren. E devjan top Wagner. Shohim trajnerin Vladan Radovic që vazhdon të i përkrah vashat e tij, që e ka një përsim prej 10 pikëve. Përsimi fort i Përçukut, topi përfundon jashtë. Alexis Mead. Rëshqet me ato, kthen tek Nicole. Pasoni Nicole. Para saj është Përçuku. Nicole. Arrin quan nga një pozitë vështirë, airballi i saj. Powell ka marrë topin, niset Përçuku përpara. Përçuku. E ka shkelur vijën. Arnore Përçuku. Presioni në mbrojtje i Djedona Alitajt. Kallën do të kthehet në lojë. Njerë shohim mbrojtjen e Djedona Alitajt, pretendoi për një faul Përçuku, por sipas gjyqtarëve çka e pastër. Alexis Mead. Tej Mead. Alexis Mead ka gjetur korridorin, blokohet pastër nga Adrian Goodbold. Wagner tek Mead që do të tenton për treshe, nuk shkon gjuajtja. Topi në duart e Enisa Kamerolli që niset përpara. Kamerolli. Goodbold. Powell. Nuk ka bënjo nga këto pozita. Paige Powell 19 pikë të saj. Po i përgjigjet Alexis Meadit. Paige Powell. Mead ka bënë hapa. Nuk tregohet e vëmendshme në këtë çast. Alexis Mead e humb topin. Kërkon trajneri Vladan Radovic në ndalje gjithçka. 53-61. Kamerolli. Jefferson. Faul i Alitajt. Katër të sajt, do të zëvendësohet Alitaj, kthehet në lojë Saranda Daci. Cullen. Rishet për treshe, airball i saj, topi përfundon jashtë. 7 minuta e gjysmë deri në fund, 53-61. Alexis Mead.
Tavia Wagner. Qenë të vërtimi, jo dhe pikët. Kiki Jefferson e ka marrë topin, niset për para. Kameroli. Jefferson, Collin, për 3 nuk shkojnë gjuajtja. Powell lufton, vazhdojnë lufta. Page, Powell, 21 pik. 55-61. Pas një dyshim. Nëse PA03 arrin të shpallet sonte kampione, larg MVP është Paige Powell. Alexis Smith në anën tjetër realizon për të përgjigjur. Edhe ajo e qëllon pikën e 23 të saj, 2 lojtare që kanë shkëlqyer. Alexis Smith tek Bashkimi dhe Paige Powell tek PA03. Kameroli, Powell edhe njerë, kësaj radhe nuk qëlloj. Vjen presionin ndaj Nicole, niset Alexis Smith për para. Powell e nisa Kameroli duke lejon kundër sulmin. Topin tek Wagner. Fauli e Ariel Collin do t'jetë ndaj Muadrit, personalja e saj e 4. Ishte momenti i personaljes Ariel Collin ndaj Aulona Muadrit. Edhe njerë shojnë Alexis Smith. Smith qitur të vërtimin, valet me faul. Apo jo, janë hapat. Mjaft mbire vërejti këtë që gjyqtari Artan Gashi. Janë detaje të vogla 1, 2, 3. Plotësisht vendimi i sakti Artan Gashit fenomenal. Në një moment mjaft të rëndësishëm. Paige Powell në anën tjetër nuk qëlloj, Collin lufton. E vazhdon aksionin e skuadrës së PA03. Ariel, Collin, nuk shkojnë quajtja. Topi do të takon PA03. Nuk tregojnë Prizrena se të vëmendshme për të marrë top. Do të kthehet Arnore Bërçuku në lojë. Edhe njerë shoj momentin e fundit. Nuk e mori as Nicole dhe as Muadri. Teksa Kiki Jefferson edhe njerë e fitoja top menqur. Bërçuku. Arnore Bërçuku. Good ball të arrin të realizon. Adrian good ball edhe njerë e sakt. Pa presionin Daci, shkon topi tek Tavia Wagner. Shkon deri në fund gjithsesi, arrin të realizon. I ka 12 e Wagner. Adrian good ball. Kohët Bërçuku. Good ball dhe të ndovin të Kameroli. Good ball. E qenë të bërtimin, nuk arriti të qëllon e këtëra top Saranda Daci tek Alexis Smith që ndoj gjithë shka. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit, faulli Adrian Goodbold. Edhe më tej PA03 në ndjekje të rezultatit. Në këtë qerek, kokë më kokë, po shkojnë dy skuadrat, 6-6. Kur kanë kaluar 5 minuta e 15 sekonda. Kemi tashmë time-out të kërkuar, i kthehemi pas pak. Bravo, vamos Steve. Bravo, okay. Okay. Don't shoot this shot. Go through him. He got 4 balls. In offense, we play 2. We play 2 in offense. Come here, give it back. Keep it stay in. Be ready. Let's go. Come on, we need to hide it. Hide. Stop! Stop now! Hey, we shot!
Rikthehen tashmë lojtarët në fushë. Gjithsesi ndalin gjyqtarët lojën. Alexis Mead ka topin. Mead. Mead. Foul. Për Shukut edhe ajo ngarkohet me personalen e 4. Njerë shojnë momentin e personales për Shukut. Në vjen e quajtjes së lirë është Alexis Mead. 23 pikë sonte 2-2 nga të lirat. Qëllon në tentimin e parë. Pika 24. Nuk është e saktë në të dytën. Teksa kemi faul. Personalja 4 edhe Muhadrit. 4 Muhadri, 4 Daci, 4 Halitaj, 3 Wegener. 4 minuta e gjysmë deri në fund, plus 9 Prizrenaset. Topi në duart e Adrian Goodbold. Kiki Jefferson. Foul, lëvizje e mirë mashtruese, por gaboj në hapa. Topi humbur i saj. Një kërcimi duhet për 2 shifror të 2 fisht. Paige Powellit 21 pike 9 kërcime. Nicole, tek Daci. Edrin Alexis Mead. Mead, Daci. Tek Muhadri, nuk arrinte e prana në top. Tashmë presion në të dy anët, gabimet ndodhin, janë 4 minutat e fundit. Kemi hyrë në 4 minutat e fundit. Goodbold. Quku. Adrian Goodbold. Qenë të bërtimin dhe pikët Adrian Goodbold. Daci tek Muhadri, edhe njerë Daci. E kres ulmin për para Saranda Daci, ndoj gjithë shka Destiny Nicole, që këthen dobin tek Alexis Mead. Nicole. Mead. Muhadri. Daci në gjenë, vazhdojnë sulmin. Nicole. Në sekundat e fundit të aksionit të bashkimit, qfar treshe e Destiny Nicole. Në një moment sheni, pati topin arriti në kotel shana top Destiny Nicole. Me njerë ka reaguar me time out Muhamet Thaci, kur u këthyje e përsia për i 10 pikve për 59 me 69. 3 minuta 10 deri në fund.
Rikthehen tashmë lojtarët në fushë, 3-10 deri në fund, plus 10 bashkimi. Ndërsa po e shojmë edhe performancën briljante të Adrian, good ball, 15.9 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur, 2 blokada. Sonte ka qenë në nivel të detyrës, edhe nuk është ngarkuar me personale si që ndodhë zakonisht. Një performancë briljante e Adrian, good ball-dit që po i re në krah. Paige Powellit që tashmë ka kompletuar double-double prej 21 pikve e 10 kërcimeve. 3-10 deri në fund, topi në duart e good ball. Good ball. E qenë depërtimin do të sulmon normalisht tek Daci, që i ka 4 personale, realizon edhe njerë. Alexis Smith. Alexis Smith edhe më tej, 5 sekunda dhe në fund sulmit të skuadrës së bashkimit. Alexis Smith do të arrijë të gjuan në sekundat e fundit, nuk qëlloj shini, Dontavia Wagner lufton, do t'jetë topi disputueshëm. Do t'i takon skuadrës së Pejës, 2 minuta e gjysmë. Shojmë edhe njerë gjuajtjen e Alexis Smith dhe luftën e Dontavia Wagner, por nuk e lejoj Kiki Jefferson të marra top. Arbnore për Quku. Good ball. Sion në mbrojtje. Topi në duart e Muadrit. Wagner niset për para. Dontavia Wagner ndoj që shka. Nicole. Po i afrohemi 2 minutave të fundit. Alexis Smith. Ka presionin e Bërqukut. 5 sekunda. Janë depërtimi, shkon topi tek Muadri. Daci nuk arrin të e pranon ato. Mjaft e nervozuar Saranda Daci. 61, 69, 1-47 deri në fund. Dram në Karagaç në Pej. Ka ende loj këtu në këtë palestër. Good ball. Faul nga Wagner. Do t'jetë personalja kuadrët edhe saj. Edhe njerë shojmë faulin e Wagner. Shukut da rikëtan topi në loj. Powell. Arin lirohet gjuan kësaj radhe nuk shëllan. Good ball. Topi në duart e Wagner. Ndoj gjithë shka e këthen tek Alexis Smith. Niset për para. Playmakerja. Kërkën sulmet e zgjatura. Muadri. Arin gjuan nuk shëllan. Lufton për atop Nicole. E këthen Daci tek Alexis Smith. Ka topin Smith. Arin Gjuan e fiton faulin Alexis Smith. Do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. 61, 69, 71 sekunda deri në fund. Personalja e 5 Ariel Collin e Nisa Kameroli në loj. E në vjen e gjuajtje së lirë është Alexis Smith. 4-3 sekunde nga të lirat. Qëllon e qitë në këto momente. 61 me 70. E sakte edhe në të dytën Alexis Smith. Shini statistikat e Alexis Smith. E Nisa Kameroli. E hum topin. Kameroli pasimi i gabuar i saj. Alexis Smith ka presionin dhe është duke vazhduar të mban topin. Kaloj me këmbë. E humbim Prizrenaset këtë top. E ngrit dorën, kërkon falje Destiny Nicole.
Do të kemi time out kur janë edhe 48 sekonda. Tashmë sekundat e fundit, tentimi për treshe nga Paige Powell nuk shkojnë quat në kuatër të Sevja Wegener. Alexis Mead ka presionin e topin. Edhe një për quar i këthen topin e lojt e kë Adrian Goodbold. Presion Jefferson, Kameroli ka shkelur vijën e topin edhe njerë. Enisa Kameroli, 32 sekunda. Bashkimi në e përsi prej 10 pikve. Shojmë edhe njerë në momentin kur Kameroli e shkel vijën. Prizrena set, afer të shpallen kampione të Kosovës për her të 4 të radhazi. I humbën 2 ndeshjet para brake, por jo sonte, po tregojnë karakter ekipi portogallezi, të cilat do të fitojnë edhe trofeun e 3 për këtë edicion. E gjeti përgjigjen ky njeri, ndërsa kjo është ajo që Prizreni dhe qyteti i Bashkimit duhet i thot faleminderit për këto trofe. Alexis Mead, Bashkimi kampion edhe i këtij edicioni. Në ndeshjen e 7, super seri finale, 2 skuadra me super karakter, dhuruan spektakël, luft e thash që të dyja e lanë zemrën në parket. Me gjitha të sonte Prizrenaset e thonë fjallën kryesore për të arritur fitoren. 26.8 asistime, 4 kërcime Alexis Mead, 16.8 kërcime Saranda Daci, 12 pik, 6 kërcime Sevja Wegener, 10 pike 3 kërcime Destiny Nicole, kapitenja e skuadrës sonte Auliona Mohatri, kontriboj me 7 pik e 7 kërcime. Nuk mjaftoj performanca briljante e Paige Powell me 21 pike 10 kërcime e Kiki Jefferson me 11 pike 12 kërcime. Të nderuar shikues, do t'ju lëmë ceremoninë e festës. Në fund do t'jemi me interesat.
basketbollit për dy nga medalet e arqeta. Medalën të shkruar për basketbollistët Elisa Kameroli, Paige Powell, Rita Tahiri, Elsa Babiqe, Elsa Shala, Eda Muhaxha, Aurora Përquko, Ariel Collor, Ariel Lobo, Kiki Jefferson dhe Edna Legip. Sëllë trajnerët nga medalqe dhe Tiranë. Është presidentët Zonja Mirza Osmani si pashë kampionë në bordin e udhëtuar për vindar finalet e varta për klubin e basketbollit Bashkimi.
edicion apo dyshe MVP e Budagar me çmill, e ftoj Arale Kraci zëvendës sekretarin e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Kategoria të përveshën zë gazetri, Jërus, që të dhejnë një me të respektuar të një Republikës së Kosovës. Dhe ka në shmëritin të njërë Sajnade, fillimisht ka në kryetarit e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Amirikan Bergashi, që ka marrë trofeun e kampionit të Superligës së Kosovës në konkurrencën e femrave për kapitenën e bashkimit Aulona Uhadri. Moni!
Pranë me tashmë edhe kapitenja e skuadrës së Bashkimit Aulona Mohadri, ajo e cila i ka ngritur shumë kupa, edhe një nuk i iki nga duart. Aulona shumë emocione edhe shumë e vështirë. Kjo kupës. Nuk mundesh me pështun pa i pas bashkëtarët me këtë veprem. Një trofej i cili erdhi me shumë mund, Aulona. Një edicion i cili nuk e keni nisur si favorit, nuk ka nisur ashtu si edicionet tjera, nuk e kemi parë një bashkim të fortë si zakonisht ka qenë PEA 03 skuadrë, e cila ka investuar shumë, ka pasur një super skuadrë, por pavarësisht gjithave, pavarësisht luftës edhe 2 ndeshjeve radhazi që i humbët, erdhët këtu në Karagaj dhe arritët ta merrni fitoren. Unë personalisht jam për te mirënjohjes, jam shumë falenderuese ndaj Zotit edhe krejt punës që kena pas si ekip. Siç e thave edhe vetë, fjalë më të mirë nuk po di, përveç se kena pas shumë ulje ngritje këtë sezon. Fillimin nuk e kena pas shumë të mirë, edhe unë jam shumë e lumtur për krejt këtë mentalitet që kemi kriju. Bashkimi, unë thëmë me pa modesti është standard për krejt ekipët, përveç që kulturë, ka dhe kulturë sportive. Unë menoj që najna shembull i mirë organizimit edhe i një klubit i cili ka po me të vërtet punë shumë të mira, përveç që si ekip nuk kemi pas yje, them ashtu, kemi pas një underdog mentality, prej fillimit të shtatorit deri në prill, në këtë moment që po folim, kemi pas shumë ullje ngritje, mu me thonë lirisht ka qenë një roller coaster i vërtet, po u me thonë drejtën ka qenë një raport që jam për lot, sepse nuk e di. Të i ditë pra baskenat edhe gjitha situata që kemi pas brenda klubit, plus seria që kemi pas me PEA ka qenë shumë e vështirë sepse kemi shku deri në 7 lojë. Nuk do të me harru që ekipi PEA-s është një ekip shumë i mirë organizum. Ka qenë ekip, e kam përmend 2-3 intervista që ekip i FIBA Eurocup dhe në poshtë një ekip si PEA, unë menoj që është një punë jashtëzakonisht e mirë që është bë. Unë të mi falendëru presidentin e klubit maspari Raman Përteshin, komplet menaxhmentin e klubit, trenerat, stafin e trenerave, drejtoreshën, të me falendëru. Të me falendëru krejt bashkëritarët, falenderoj familjen edhe unë menoj që kur punon me tash po shprejna kështu me një të pastër gjithçka ka mu arrit. Aulona s'po të pesku shumë ma te për i thëtë gjitha, faleminderit shumë. Vazhdo një festë sonte. Të ta kemi tashmë edhe trajnerin Vladan Radovic. Coach, a tough series, everything happened. It's seven games, we saw everything. We saw a fight, we saw effort from both of the teams. But tonight we saw more concentration in your team. And in the last game it was PEA who wanted that win more. But tonight, from the first minutes, you showed character. How are you feeling, Coach, about the third cup and especially this one? Even this one was so hard to get. Definitely, every game with PEA is so hard. Last game we miss every shot. When we work analysis, I tell girls, look, in the second half we score only 2 shots, 1 for 2 and 1 for 3 points. And that's only one reason. That's only like we don't want to win. It's hard to tell, definitely, especially in our home. But again, you know, pressure and everything make to be harder to score. Today, we have good job with focus, with energy, with defense, special first half, 24 points with this team. It PEA is something special, definitely, and I'm so proud for my team, for my girls, for my staff, for everybody in the club and around club, because this year in prison I see too big love about this team, and I need to tell thanks for everybody, and that's that. Thank you, Coach, very much. I'm not keeping you anymore. I guess I have to say see you next year. I hope so. Thank you, Coach. Ishim me trajnerin Vladan Radovic, u shpreh shumë i lumtur normalisht për këtë fitore. Tha që pavarësisht që asgjë nuk shkoi në ndeshjen e fundit, sonte treguam koncentrim të madh, fokus, sidomos në pjesën e parë duke ndalur skuadrën e PEA 03, një PEA në vetëm 24 pikë do të thotë shumë, dhe me këtë rast ne arritëm edhe të marrim fitoren. Tha kam parë shumë dashuri për këtë skuadër në qytetin e Prizrenit, duhet t'i falenderoj që të gjithë, duhet t'i falenderoj vajzat dhe gjithë ata që e dhanë maksimumin për këtë klub. Ndërsa për pak çaste do ta kem edhe MVP-n Alexis Mead.
Kush tjetër pas Alexis Mead MVP edhe në këtë finale. I'm saying who else except Alexis Mead an MVP once again in this final again. The third MVP trophy, the third trophy with the team. When you play, Bashkimi gets the trophy, I guess. Well, I'm just so thankful. I'm so excited and just so glad I was able to do it with these girls. I love them so much, so I'm so happy right now. Was it hard because it was a really tough series? Every game, I said also to coach, we saw everything in this series. Even they fight it really hard. They had a really good team. They showed character coming back from 3-1 to 3-3. But how hard was for you in the whole series in 7 games? Props to Peja, you know, like you said, they fought back 3-1. We let them come back, but at the end of the day, we faced adversity and we stuck together. We were always just together fighting, and I think that showed tonight. And we came out with the win. And well, Alexis, you needed to be a little bit cool down. Yeah, you needed to calm down a little. You were on fire. Oh, I love these girls. But yeah, no, I'm just super happy tonight. We fought so hard tonight. We came in here, I don't think too many people believed we were going to win tonight, but we believed in each other. We stuck together the whole game, and we came out with the win. So. Thank you very much, Alexis. I guess the party will be long tonight. Congrats again. Thank you very much. Ishim edhe me MVP-n e finales së Superligës së femrave, 7 ndeshje, 7 fytyra të ndryshme të 2 skuadrave. E përgëzojmë skuadrën e 5-0-3 për karakterin e treguar pavarësisht faktit që Bashkimi ishte 3-1 në këtë seri. E pam një shpërthim të Pejës ku në 2 ndeshje ishin fenomenale. Erdhëm në ndeshjen 7 tu në Karagaqi në Pej, megjithatë Prizrenaset e than fjalën kryesore, duke u shpallur kampionet të Kosovës për herë të 4 radhazi. Unë ju falenderoj për vëmendje të nderuar shikues, ju ftoj të vazhdojnë të qëndroni në programin e pasur sportiv të Art Motion nga Unulpiana, natën e mirë.